Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Fillimisht njën më të madhe dhe më të thellë, do të kemi nevojë për krem pana ose hoplla. Në total do të përdorim 500 ml krem pana, por gjithmonë bëni kujdes që kremin pana ta keni direkt nga frigoriferi kur përgatitni ëmbëlsira të tilla pa pjekje. Vazhdojmë shtojmë tani kremin pana. Tek kremi pana do të shtojmë 180 gram me sheqer në pluhur. Tani vazhdojmë rahim me mikser për 3-4 minuta me shpejtësi maksimale derisa të na trashet kremi pana mirë. Pasi e kemi përzier mirë kremin pana dhe është bërë i trash mjaftueshëm, tani vazhdojmë që brenda ta shtojmë produktin tjetër. Do të përdorim tani shmand, ajk ose salcë kosi. Në vende të ndryshme njihet me emra të ndryshme, por është kjo salca e kosit ose shmandi. Në total do të shtojmë 400 gram. Kremin e kemi gati. Tani vazhdojmë që të shtojmë tek kremi biskotat e bluara. Në total për këto masa do të kemi nevojë për 600 gram me biskotat bluara. Biskotat e bluara që unë i përdor janë të brendit Italiano, gjeni në të gjitha supermarketet e Viva Fresh Store. Dhe me kujdes vazhdojmë përziejmë. Jam ëmbëlsirën sepse ishte pak më vogël dhe nuk po mund që ta përzijera rehat dhe vazhdojmë tani që brenda të shtojmë frutat. Këtë ëmbëlsirë mund dhe lirisht të përdorni frutin që ju keni dëshirë. Mund të përdorni edhe fruta mali të ngrira, por unë sot kam vendosur që ta përgatis me lule shtrydhe, pasi tani me vetë se kam filluar që të na dalin në sezon lule shtrydhet. Në total, unë po përdor 400 gram lule shtrydhe, por i kam prirë në copëza më të vogla. Vazhdojmë shtojmë brenda tek ëmbëlsira. Dhe mu për këtë arsye ndrova inën, sepse tani duhet që të përzijejmë edhe një herë, që të gjitha frutat të përzihen dhe të bëhen bashk me kremin. Marrim një pjatë më të madhe ku do ta shërbejmë ëmbëlsirën dhe për t'ia dhënë formën unë po përdor një kallëp të tillë. Dhe matësinë që do ta bëj ëmbëlsirën është numër 26. E shtojmë dal nga dal, duke e shtypur që t'ja japim formën e mirë. Do të sigurohemi që do ta bëjmë ëmbëlsirën të barabartë në të gjitha anët me ndihmën e një luke, duke e shtypur dhe duke e lëmuar mirë. Vazhdojmë tani të përgatisim lyerjen që do t'ja hidhim sipër ëmbëlsirës. Kemi nevojë për 150 gram çokoladë të bardhë. Çokolada e bardhë do të shtojmë 150 ml krem pana për ëmbëlsira. E vendosim në zjarr mesatar dhe prisim derisa çokolada të shkrihet tërësisht. Dhe tani që çokolada është shkrirë, e mbulojmë tërë sipërfaqen e ëmbëlsirës. Tani, gjithçka që duhet bëjmë është që të prisim që ëmbëlsira të ftofet dhe të shtrëngohet në frigorifer. Sa më gjatë pushon, aq më e mirë bëhet. Unë do të lejoj që të pushojnë në frigorifer diku nga 4 deri në 5 orë, pra jo në ngrirje, por në frigorifer. Dhe pastaj do ta dekorojmë sipër, do ta shijojmë dhe nëse në çdo video recete dhe në këtë, do t'ju demonstroj edhe përfundimin e recetës nga afër.